Të ditës, Amerika me presidentin Joe Biden ka zhvilluar politika në favor të Serbisë duke i dhënë gjithçka ndërsa Kosovës asgjë. Kështu analizon profesori i njohur Daniel Server, që nënvizon se kjo nuk do të ndryshojë as me Donald Trumpin president. Presidenti amerikan Joe Biden zhvilloi politika në favor të Serbisë. Kështu shkruan profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Shtetet e Bashkuara dhe njohësi zhvillimeve në Ballkanin Perëndimor Daniel Server në një analizë për administratën që po largohet dhe për atë që po vjen. Eksperti shpreh zhgënjim të thellë për faktin se si Biden, ashtu edhe Antony Blinken, Derek Chollet dhe Christopher Hill, që e njihnin shumë mirë Ballkanin Perëndimor dhe vuajtjet e Kosovës, vendosën të zbatonin një politikë të Amerikës pro Beogradit. Në pjesë më të madhe të administratës Biden, Gabriel Escobar, ish zëvendës shefi i misionit në Beograd, u thoqi politikat e shtetit në Ballkan. Ai shndroi formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në prioritetin e tij kryesor. Kjo i dha Beogradit atë që dëshironte më së shumti, ndërsa Prishtinës asgjë. Kjo nuk do të funksiononte kurrë dhe ashtu rezultoi. Profesori shton se njerëzit e Bidenit u anuan edhe më shumë drejt Serbisë, duke mos thënë asgjë të dobishme kur u rrëmbyen 2 policë të Kosovës brenda territorit të saj. Kur Vučić dërgoi njerëz të dhunshëm për të sulmuar paqërojësit e NATO-s, Washingtoni foli shumë pak. Kur Serbia organizoi sulmin terrorist në Kosovë, ata nuk bën asgjë. Profesori amerikan analizon se nuk pret që administrata e dytë e Trump të bëjë diçka ndryshe, pasi pret që së pari të vendosë si prioritet projektet ekonomike të dhëndrit Jared Kushner në Shqipëri dhe Serbi. Ju mund të prisni që Trump të mos bëjë asgjë që rrezikon projektet e Kushner me paratë saudite. Kjo do të thotë se do të vazhdojë të anohet edhe më shumë drejt Beogradit dhe larg Prishtinës, megjithatë jo larg Tiranës. Shqipëria dhe Serbia pajtojnë në shumë gjëra, përfshirë nevojën që liderët e tyre të qëndrojnë në pushtet pas një opozitë serioze. Server thekson se lidhatimi ndaj Beogradit do të vazhdojë, ndërsa parashikon një përkeqësim të situatës nëse Washingtoni i rikthehet ideve për ndarjen e Kosovës në vija etnike. Bashkimi Evropian